Pra, ju besart, me qenë se konsideroni këtë proces zgjedhor një farsë elektorale, i bie që nuk e pranoni humbjen. Nuk thoni që po, Partia Demokratike në këto zgjedhje të 11 majit humbi. Patjetër ishte farsë elektorale, me fjalë, unë mund të pranoj këtë gjë, humbëm në një farsë elektorale. Për shkak të një ngare të pabarabartë. Prandaj nuk u dorëhoq Berisha. Këtë e tha dhe ose Beodiri. Pra, ishte komplet një garë asimetrike pabarabartë. Dhe ky është problemi më i madh i shoqërisë shqiptare sot. Pastaj, për sa i përket tërheqjes Berishës apo jo, unë mendoj që sot kryetari Sali Berisha ka detyrë historike për të demaskuar farsën, për të lobuar, për të hedhur në erë këtë farsë, për të luftuar për qeverinë teknike dhe për të luftuar për ripërsëritjen e zgjedhjeve pas një qeverie teknike. Ky është objektivi parësor. Pastaj në të ardhmen se për leadershipin e Partisë Demokratike, unë besoj se për këtë duhet fokusohemi pas këtij procesi shumë historik shoqërisë shqiptare, sepse interesi shoqërisë shqiptare parësor nuk është se kush do jetë në krye të Partisë Demokratike, por është se kushdo që do jetë në krye të Partisë Demokratike apo të opozitës, se mund të jetë Partia Socialiste nesër në opozitë, duhet t'i sigurohen kushte të drejta për të garuar.